Presidenti Amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mundësinë e një fundi të rritjes së tarifave ndërmjet SBA-s dhe Kinës, duke deklaruar se ai është në bisedime të vazhdueshme me liderin kinez Xi Jinping dhe ka shpresë për një marrëveshje. Gjatë një deklarate në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se ai dëshiron të shmangë rritjen e mëtejshme të tarifave, duke theksuar se në një moment të caktuar, konsumi mund të bjerë ndjeshëm. Presidenti shtoi se ka një marrëdhënie të mirë me presidentin Xi dhe beson se do të arrijë një marrëveshje. Ai gjithashtu përmendi se, nëse nuk realizohet një marrëveshje, do të vendoset një objektiv i caktuar. Megjithatë, Trump ka rritur tarifat ndaj importeve kineze në 145% si kundërpërgjigje ndaj masave të Pekinit. Kina ka reaguar duke thënë se nuk do të përgjigjet me një loj numrash në lidhje me tarifat, duke sinjalizuar se tarifat nuk do të rriten më tej. Bisedimet e ardhshme mes SBA-s dhe Kinës priten gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa shumica e tarifave janë pezulluar për 90 ditë. Në një tjetër zhvillim, Trump tha se tensionet tregtare me Kinën mund të ndikojnë në vendimet lidhur me operacionet e TikTok në SBA, duke shtuar se këto çështje mund të vonojnë një vendim për kompaninë.